Këto pamje vijnë nga laguna Kune e Vajinit në Lezhë, ku uji i qetë pasqyron një stinë që nuk i ngjan dimrit. Rezervati natyror është pushtuar me hijeshin nga flamingot, shpend migrator që zakonisht shfaqen e vjesht, por që këtë vit, të joshur nga klima e butë dhe ushqimi i bollshëm, kanë preferuar të qëndrojnë më gjatë. Prania e flamingove, pelikanit kaçurrel dhe shumë shpendëve të tjerë në lagunën e Kune e Vajinit dëshmon se kjo zonë mbrojtur mban ende forcën e vet rigjeneruese dhe kapacitetet e saj jetësore. Janë kthyer rreth 120 flamingo që përbajnë një koloni, goxha potenciale nga pikpamja e numrit. Krahas flamingos natyrisht ka dhe shpendë të tjerë, dhe kemi një rikthim të her pas hershëm edhe të pelikanit kaçurrel, që i rikthehet edhe një herë dhe të vetë të dikurshëm. Shpendët gjithmonë udhëhiqin nga pikësparja të duan mbrojtje, duan stërhim, duan edhe ushqim. Të dyja janë dhe në këtë periudhë të vitit mundësitë më të mëdha për ushqim i kanë në zonët të shpend lagunore, shpend të ujrave të lagunave. Kune e Vajini vijon të ruaj pasurinë e vjetër natyrore, ndërsa mozaiku i habitateve të saj ofron streh për rreth 200 lloje shpendësh. Spektaklit që udhërojnë flamingot në këtë kohë të vitit, po tërheq gjithnjë me shumë vizitor, të mahnitur nga bukuria e tyre e papritur.